Zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në zhurma Video Music Awards. Let filloj spektakli. Mirëmbrëma. Të dashur artist, të ardhur nga gjitha trojet shqiptare, mirë se keni ardhur në këtë spektakël kaq madhështor këtu në Gjilanin e Kosovës. Janë artistët tanë që i kanë bashku gjitha trojet shqiptare, që kanë qpu edhe tunelin, i kanë kufit i kanë bashku, disa dhe demarkacionin kanë shku sante me shiku ku do e vendosim. Edhe sante po shojmë bjeshk të nemëra gjitha ndej me artista. E sante nuk do flasmi për politikë, sepse edhe kryetari sante ka ardhur këtu jashtë politikës, kemi edhe të Partisë Demokratike të Kosovës. Një e mirë është se gjitha partit përfundojnë me të njëjtën shkronjë në fund. Në PDK, LDK, AK, kështu që jemi gjithë bashkum. Gjithë jemi të bashkum. Une sante kam derin që do të prezentoj këtë spektakël kaq madhështor me kolegen time, e cila është gazetare e njohur shumë këtu në Gjilan, në Kosovë, gjithandej, ka punu një kohë gjatë dhe punon akoma më duket në radio televizionin 21, Kaçusha Kamberi. E kanë morë me të ngjashëm shumë veçanë e Gjilanit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje të nderuar mysafir, përshëndetje të nderuar artist, të nderuar figura publike nga sfera politike, mirëmbrëma të gjithë juve dhe mirë se keni ardhur në zhurma Video Music Awards 12 në Gjilan. Na kanë thomës me dollë jashtë skenarit, mu më kanë thomës me shah, sante nuk do shaj, po është problemi dishta diçka na gazetarët në me ko gjarrenca jena. Jo s'po thamë, po që për nojzin, që kanë shkru gazetat, të isha o dek njeri, son të dul nojzë edhe kënoj këtu. Një përshëndetje për nojzin, Jo a? krejt. Bile që shtojshin u plagos nojzë, thash t'ja dhom të bojmë veteran të luftës. Edhe në vend nojzë ta këshëm dhoni penziona, edhe pse kryeministrin e kemi shumë kështu kopratës, po e pare kolaj. Nejse, falenderit shumë nojzë që keni ardhur, ti edhe grupi, falenderit gjithë juve, falenderit Radio Televizionit 21. Falenderojmë gjithashtu Ziko edhe, TV. po patjetër, Ziko TV, cili në vazhdimsi, do me thënë, është duke i sjell një traditë shumë të mirëfill qytetit tonë të bukur të Gjilanit me mbajtjen e këtyre evenimenteve këtu. Duhet edhe komunën e Gjilanit me falenderua. Patjetër, falenderimi takon edhe komunës Gjilanit përkatësisht kryetari zotrit Lutfi Aziri, i cili është i hapur sa i përket këtyre evenimenteve. Nuk ka ma keq se me pas kryeministrin ekonomist, se si e pare kolaj. Që qeveria s'po nep shumë pare në artista, po s'ka gajle.